Kur e pyeti Gjibraili pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, çka është Islami? Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha Islami përbohet prej këtyre pjesëve. Këto e përbëjnë Islami, këto janë shtyllat e Islamit. Andaj quhen shtyllat e fesë. E para tha me thon shahadetin la ilaha illallah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Kjo është shart, pa ta zbahet sunhin mrena. Pastaj tha e fal namazin. Dhe e pam namazi çfarë peshë të madhe ka në fe. Dhe se pa namaz njeriu diskutohet tek mesi i muslimanëve, a ka iman ajo. E treta tha alayhi salatu wassalam, e jep zakatin. Pasuri e caktuar nga njerëz të caktuar tek njerëz të caktuar fukara ju jepet zakati. Pastaj tha e agjeron Ramazanin, që e agjeruam, Allah e bëf kabull për neve. Dhe në funi tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe Islami e ka dhe një shtyllë e cila është wa anta hujjal bait, dhe ta bësh hax shtëpin. Shtëpin e ka për qëllim çabën Allahu xhel xhelalu. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ki mundësi me ardh te çabja, dhe këta nuk e kushzoj të asnjë tjetër, poste te çabja, nga se shkuarja në çabe është e kushzuar me rrethana dhe me ekonomi dhe financa e kështu me radhë. E haxhi të ndëruar vëllezër është shtylla e cila i mbledh këtë ibadetet me nivel. Në hax kemi pastrim niyetit. Nga se fjala hax çfarë i bie? Hax, me bë hax, që i thënë na haxhi. Apo haxhi çka i bie? Haxhi i bie një njeri i cili ka synu Allahun. Ke synimet e veta i ka gjujt, e ka lënë veç një synim, e ka lënë Allahun xhel xhelalu. Andaj thuhet shkuarje në hax duke e synuar shtëpin si mjet e qëllim i madh është Allahu xhelalu ala. Kjo është hax. Andaj haxhejitu çfarë do të thonë? Do të thonë se unë kam synu diçka. E çka ke synue? Nësinohet në hax Allahu xhel xhelalu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam haxhin e pranum. Pra, kur njeri e ban haxhin si duhet, e pastron vetveten, shkarkohet nga gjunat, shkarkohet nga barrat e kësaj bote, nëse ja pranon Allahu xhelalu, ka thonë s'ka është problem tjetër pos xhenetin Allahu xhelalu. Andaj haxhi i mbledh këtë ibadetet me nivel. Ka synim, ka namaz, ka kurban, ka lodhje. Andaj pejgamberi sa me ka prue me luftën për gratë. Ka thonë ju e keni haxhin, ne e kena luftën. Megjithëse e kena dhe haxhin. A dhe shiko në të nivel e ka prue. Dhe haxhi e ka një cilësi të cilën nuk e ka asë një ibadet në aspektin e jashtëm. Cila është ajo? Ihrami. Burrat zhvishen prej petkave në tërsi dhe i vendosin ihramët. E ihram çka i bie? Ihram bi fjalës haram. Haram e ki me vesh petka tjera. Haram e ki e mu parfymos. Haram e ki me prej grujën e të dit. Haram e ki me vesh këmish, pantalone, i ki haram. E qka e ki halal? Vesh një bez sa me mlua vretin. E djetarë kanë thamë pse e ka bo Allahu ihramin hax, që mu kanë mangat synimit Zotit. Mu kanë mangat synimit Zotit. Por që mund të namaz vesh mi tesha. Madje Allahu ka thirë për mi vesh teshat më të mira. Në ndarë se mi vesh me teshat më të mira, ku dhina në gjami, a bo qka të qiloje. Edhe shpesh bajnë a pytje, a banë më falë me pijame, sa me e ka përcija të shpejt e shpejt. E Allahu e bani haxhin që mu vesh me ihram. Pse mu vesh me ihram? Që ti mos mu dalu me dikan tjetër, mos mu vërejt cëlja këtu krijetari, e ministri, e i dishmi, e i padishmi, e cëlja i madh, e cëlja i vogël, ketë për para Allahut janë njësoj. E ati kur s'ki teshat, çka i kallzon Allahut? S'ki çka i kallzon. Sot ti krenohesh me shtëpinë tënde, me evlat të tu, me parat e tua, me ftyrën tënde, me teshat e tua, me parfumin tënd. E në hax si ki asnjënën. Çka i kallzon Allahu xhelalu ala? S'ki çka i kallzon post devotshmërinë. Allahu këta e lipi njerëzve. Këtë adhurime çfarë janë? La'allakum tattaqun, mi u drujt Allahu xhelalu ala. Andaj haxhi është mundësia më e afërt që njeriu me u pastru pi këta të njollave, pi këta gjunave. Andaj kanë thënë dietarët, haxhi, shtylla e pesë të fesë Allahu xhelalu ala, është pastrimi dhe grumbullimi më i madh i ibadeteve në fenë Allahu xhelalu ala. Kush e ka obligim haxhin? E ka çdo musliman i moshës rritur, burr apo gruaje. Të na është një tradit e gabuar, shumë e gabuar,
e cila duhet më përmirësue. Haxhin e lajnë në fund, kur dalën penzi. Edhe kur shkohet në haxh, shumë pak merr vesh pi haxhit. Haxhi do ta kat. E kush ka kon haxhi di? A do ta kat as do ta kat? Haxhi do ta kat e ka krahasuar me luftën. Ka vrapim, ka eci, ka dalje prej aty, këtu, pritje këtu, ka gjujtje, ka kurbane, ka ceremonia të zatë dojnë takat, ka grumbull njerëz vati dush me duru zahmetin. Këto i duhet njëri takat. A në prej të ditave të gabua cila është me lanë haxhin fund. Haxhi do mu ba kur je i ri, që me ba mirë dhe me u pastru pi haxhit. Andaj çdo i moshës rritus, njeri, mashkull apo femër, e ka obligim haxhin. E kur ti vjen e mundësia du të mu shkue. Pro ti e ki obligim me besu. E kur të vjen e mundësia me shkue. E këtu nuk ka thonë pare, apo ka thonë mundësia. E haxhi i ka 4 shtylla. I përmendëm të një përsërisit. Shtyllat e haxhit janë ihrami, me ba një jet, me hin haxh. Me ba një jet, me hin haxh. Sa i e ka emnin Mekë. Në Mekë shkojnë çdo njeri. Shkojnë për qëllime ndryshme. Nëse shkon për qëllime ndryshme s'ka haxh. Shart e ki me thanë një jetin jam dushku për me ba haxhin. Pastaj e ki shart me ba tavaf ifada. Pastaj e ki e shart me ba sa'jin. E ki e shart me ba sa'jin. Edhe e ki e shtyll të haxhit me shku në Arafat. E ku e nesërmja pas Arafatit për neve është dita e Kurban Bajramit. Kjo është haxhi shumë shkurtimisht. Vajibët i përmendëm, edhe ka shumë mustahabate. Allahu xhela kur e ka përmend haxhin në Kur'an çfarë ka thënë? Ha? La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kur e ka përmend Allahu xhela wala haxhin, çfarë ka thënë? Ka thënë haxh la rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haxhi që do përmend nga dobit disiplina më e madhe që mund të ekzistojë në jetë. Ska disiplinë më të madhe se sa në haxh. Ka thënë Allahu la rafatha. Ska me, kanë thënë dietarë e kanë komentuar me sharje dhe kanë komentuar me amoralitet. Ska me shku menja në zina, ska me shku menja në gjuna, ska me këshirë gratë huja, ska me prejka shgryën tane. Rafet kjo është. Apo wala fusuk, e asë mësë me shku menja në gjuna. Por që mund na e dim se në haxh Mekë një namaz haremin e Mekës është një namaz herën 100.000. Në adina veç këtë anë. Anën tjetër e një gjuna shumë fishohë. Një gjuna është sa se vapi. Se ka thënë la fusuk, s'ka me bo gjuna ati. Andoj oran me bo haxh të pranuar, sepse për ka thënë haxh i pranuar xheneti Allahu xhelalu ala. La fusuk, fisk kanë thënë çdo gjuna qoftë i madh qoftë i vogël. Wala jidala fil hajj. Dhe Allahu xhelalu thotë dhe s'ka me ba polemik në haxh. Ka thënë dietar çka është polemik? Nga të ma ujin. Qa ti i thu dikujt? Ama ujin, ama bukën, a i stajep, ta vanon. Ti fillon mushti me ta. Shkon me hip për shemull në taksi. A i ka mundësi të shti, do mushti me ti. Jo 10, jo 20. Ka thënë dhe gjidal. Shka me ba polemika në haxh. Ca këto një senet, pin vakt, shka me ba. Shiko sa e rana kjo. Apo, shiko, kjo, i ngjason kjo në gjuma. Ku ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku të vjen njëri pi juve në xhumë, ata shka këshirin Facebook atje jashtë, për jashtë. Apo vjen xhumë edhe e çel Facebookin, edhe thotë hajde inshallah hoxha ne ta kryejmë më shpejt. Po këtu nuk e na hana me këshir futboll. As me baj gara, kjo xhumë e Allahu xhelalu ala. Do s'ka as për hoxhën, as për babën, as për mahallën. Kjo është për Allahu xhelalu ala. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në sa lart e ka quajtur çështën e xhumës, ka thonë kështu. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Xhumë nëse njani pi juve e nin të fol tjetrin, mos t'i thoje shuj. Mos t'i thoje, që më te e nin njani të fol nga tije. Te e ki haram mi dhanë shuj. E pse mi ki haram mi dhanë shuj? Se i thot khatibi. E qatë nivel e ka pru për nga mberi së sellem, as mos t'nijet fjara shuj. Njani thot, po a nuk kom mirë mi dhanë shuj ati qka të fola, osh mirë po jo ti. Dush me shujt edhe ti. As shuj mos i thuj. E qka puna që njerëzit e qelin Facebookin, e YouTubeën, e cigarën, e nuk lanë mungu e khutbeja, që vinë ankesa vazhdimish, o gjata dunes ngoj ti, s'muj me t'ngue, jo veç tu edhe në për gjami tjera. Por çfarë arsye? Sa i zotnia së në nalë gojen. O, kjo nuk ka qajtore.
Kjo feja Allahut mund me të mallku Zoti. Një herë, dy herë, tre herë, sa herë? Ti e pengon xhumaën. Andaj rri disiplinum. Haxhin gjason kësajna. Shuj as mos i thuj shuj tjetrit. Kjo është xhumaja. Andaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush fol s'ka xhuma. Ka thonë alayhis salatu wassalam e ki përmend shumë herë këtë hadith. Kush fol s'ka xhuma. S'ka xhuma. Në kuptimin e plot se ka xhumaja. Ai ka mundsi e kalon i borx. Apo, andaj pejgamberi Allahu xhash ka tha, wala jidala fil hajj. Zban mushtin hajj. Zban mushtin hajj. Pse? Se kjo arë për Allahun te bareke u etera, pra duhet shumë tolerancë e madhe. Dhe prej dobive shumë që kanë nxjerrë dietarët në çështjen e haxhit, kjo është sa për ta krijuar një fotografi për ata që janë kanë haxh dhe ta lutin Allahun me ja u mundsu me bë haxhin. Nga se haxhi Omar Khattabi, edhe këta përmendëm e përfundojna, Omar Khattabi në transmetimet që ka ardhur prej tij, ai që ka zban haxh edhe i ka mundësit. A ban veç gjuna, a del pifeje. Imam Ahmedi, rahmetullahi alej, në njën nga transmitimet e tij ka thënë kush ka mundësi me shku në haxh, edhe nuk shkon në haxh ban kufër. E ka mohu Zoti. E është argumentu me fjalën e Omar ibn Khattabit, radhiyallahu anhu, ku ka qenë haxh, edhe ka thënë Omer duke qenë prisi muslimanëve. Ka thënë kush nuk u vjen këtu me bë haxh, duke i pas mundësit, jo kush i ka mundësit. Edhe këtu i ka mundësit, jo si i dëgjoj njerëzit, thotë si japun e 5.000 euro për haxh. Nëse i ki i jep, pse s'po thu për bukën, a ka buka të vëshë? Buka sa qatë shka e ka çmimin. Po të njëra ta merr qeveria, njëra ta merr shteti, njëra ta merr carina, dogana. Ti nuk po thu valla unë s'ja jap edhe 20 dinar më shumë, po jet pa bukë. E Allahu xhelalu ala ti nuk t'intereson a vjedh dikush as vjedh dikush. Ti e kishir sa haxhi që kaç, çe, se e ki farz me bë haxhin. E jo mu bo ma i meqëm se sa këtë dunjaja. E pagun sa të thirët në venin tanë. Apo, e ajsha ka vedh, e pagun të Zoti. Po shka ka dhe gjenë e mi madhe gjenë, na hiret. Po mu dytë mu gjekë dikush ati. Apo, andaj, Omar Khattabi që ka tha, kush i ka mundësit, ma e men, kjo shumë e rëzikshme, që i shojmë njerëzit kanë mundësi, dhe subhanallah vdesin pa haxh. Ka mundësi ka shku të Allahu, që i shka thonë Omeri, në nuk e dina. Që ka tha Omeri? O ju njerëz, që i kini mundësit me arë këtu e zvini, a des jehudia krishter tha unë nuk më intereson. A vdes jehudi, a vdes i krishter, nuk më intereson. Pro ka gjujt largë Omar Khattabi me këtë fjalë. A nëse i ki mundësit, ngaj edhe nëzito me ezan haxhin, sikur që e zë namazin, sikur që e nëzë Ramazani, pse se u shtillë fejes Allahu xhelel xhelalu. E lusë për Allahu që Allah na mundson me bë haxh. Na mundson Allahu xhelal me dasht adhurimin ndaj Zotit te bareke ve teala.